Përshëndetje shqiptar dhe shqiptare, përshëndetje shpend. Përshëndetje Ted, përshëndetje të gjithë shqiptarët e Mërgatës, përshëndetje të gjithë ndjekësit e Albanian Community Television dhe Tru Podcastit. Në këtë bashkëpunimi, i cili tani po hyn në muajin e tretë atë katërt, nuk i dihet sa episode kemi bërë. Ju kërkojmë ndjes për herën e kaluar që nuk ishim të premten, por në bazë të një organizimi që djemt në Amerikë të ACTV-s kishin, na duhej që ta shtynim dhe ja u komunikuam. Kësaj, neve në këtë të premte të radhës vendosëm që të vinim prap pranë jush. Kësa radhe nuk ishim defekte teknike, thjesht duhem e prit diçka që nuk e morëm vesh pse u vonua me çere kore me vones, po pak rëndësi ka, ju jeni mësuar me neve. Dhe tema që është sot është një temë aktuale që ndodh në Shqipëri. Pse po merremi me tema për Shqipërinë? Sepse zgjedhjet, siç e kemi diskutuar këtu pothuajse në çdo episod me Tedin, me Edin, me Aldon, treguan apo ishin pasyrë e një panjohurie në raste më të mirë të Mërgatës në lidhje me politikën e brendshme shqiptare, duke parë vetëm lajmet e mainstreamit, duke parë vetëm fasadat dhe ata gabuan në zgjedhje. A gabuan ajo ngjelet për ta parë në spektrin ton kanë gabuar sepse kanë certifikuar një qeveri e cila është në dekadencë të plot. Pse kemi zgjedhur që të trajtojmë tema të aktualitetit shqiptar, sepse ju miq dashur në Amerikë, në Gjermani, në Itali, në Francë, në Suedi, duhet të dini realisht dhe pa filtra se çfarë ndodh në xhirizet e politikës shqiptare. Dhe tema që kemi zgjedhur neve sot është lufta mes grave në PS, Spiro Pali versus Belinda Balluku. Kush fiton? Dje, në qoftë se nuk e keni dëgjuar akoma, mbreti diell, aka as known as Edi Rama, ka bërë disa shkarkime në qeverinë e tij. 2 orë para se t'i bënte këto shkarkime, foli me një gjuhë shumë të ashpër kundër drejtësisë, kundër kazaneve politike, kundër neve qenve, siç na pande kryeministri, neve që lefim kot se nuk e shohim dritën e tij, nuk arrim dot ta konceptojmë dot çfarë drite bën qeveria e tij dhe sa të mirë janë. Ndoshta jemi neve një popull që nuk e meritojmë këta lloj hynish, këta prometet të kohës moderne, por koha tregoi që kjo qeveri është duke u kalbur dhe ka futur disa njerëz anonim. Se kush janë këta emra anonim, jam i sigurt që veç nona e tyre i njeh, se ne nuk i njohim. Por ajo që na bëri më shumë përshtypje ishte shkarkimi i Belindës, të cilën mbreti e mbrojti me thonjë, dhe shkarkimi i mamitës ose donikës as known as Elisa Spiropali. A ka ndonjë rivalitet? A ka pas ndonjë rivalitet? A kanë qenë motra? A kanë qenë shoqe që duheshin si motra? Këtë do ta diskutojmë këtë episod sotëm të Tru Podcastit në bashkëpunim me miqtë e ACTV-s. Ted, si je? Po, mirë. Nuk mund të qajme. Nuk qahesh domethënë. Nuk qajme. Si jeni ju nga kjo lajmet e bordit të paqes, takimet, reklamat. Jemi shumë të lumtur. Jemi shumë të lumtur që diktatori on u bashkua me diktatorin e Bruneos, Butanit, që ishte një sultan atje që është kanë 200 vjet në pushtet, kupton? Edhe flet për demokracinë, të pakën gjeti shokët. Edi gjeti shokët. Domethënë nëse Taulandi kërkonte një motër, Edi kërkon një shok. Edhe i gjeti më në fund. Dhe gjeti disa. Gjeti disa, po. Gjithsesi, unë nuk hyj tek ata lloj njerëzish që mendoj se diktatorët janë të dëmshëm. A kupton? Sepse bota po shkon drejt diktaturës. Amerika është në diktaturë. Ka qenë diktaturë, tani është formalizuar që është një diktaturë. Trumpi po sillet si car, nuk po sillet si presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, gjë që mua m'pëlqen vëlla, që është e vërteta. Mua m'pëlqen. Nuk e di për ty. Unë
Shiko, unë dua t'ju pyes njëherë që të marrim vesh edhe ne nga mënyra se si dëgjojmë lajmet, domethënë. Edhe kemi drejt të reagojmë me këto pyetje. Ore, është shtuar gjë drejtësia që nga ky takim i fundit i Ramës me Trumpin, ose janë shtuar gjë llogaritë bankare aty nga ju? Të ka ardhur ndonjëri ty të ka thënë valla, na 10.000 euro se i meriton? Ose atyre banorëve që u kanë marrë pronat, janë kthyer gjë pronat mbas këtij takimit? Se unë mbas lajmeve që dëgjoj di që tani është parajs atje. Çdo gjë është rregulluar. Që duan pronat. Mirë e ke. Po që duan pronat. Ne s'kemi që duan pronat o Tede. Pronat i ka partia, i ka shteti. Neve shqyr zotit kemi diellin, kemi ujin me sahat, e kemi me orar. Në 2026-ën nuk kemi ujë. Në 2026-ën në gjysmën e Shqipërisë ikin dritat. Në 2026-ën ti shkon për të ngrënë një lakror në Korç dhe të bie rruga, kupton, i bie nga rruga Egnatia. Domethënë, më në fund shqiptarët kuptuan diçka që nëse një rrugë bëhet e mirë, mund ta përdorësh edhe pas 2500 vjetësh. Pra ata romakët kur na kanë pushtuar neve, kanë ndërtuar një rrugë që quhet Egnatia, ndër të cilat është nga rrugët që këta idiotët tani kanë hedhë edhe beton lart, se kjo është e tmerrshme, kupton? E kanë shtruar me beton edhe rrugën e Egnatia, se që ecin më mirë qytetarët, fshatarët atje që janë ato rrethe në ato zona. A kupton ç'a bëhet domethënë? Plago, këtu ka mbaruar. Çfarë do lëgjoja ka mbaruar sepse shqiptari nuk e koncepton dot, domethënë se çfarë të drejtash ka. Ne nuk njohim të drejta. Ne njohim të drejta personale. Pra për shembull ne të dy në një tavolinë, unë ty të hakarrehem, mos më ndërprit fjalën se theva turint. Po me na ardh njëri që merr vendime për të dy neve, s'ka problem, mjafton ta heqi ty se unë jam i lumtur. Pra neve kemi syt nga diaspora. Kjo absolutisht bën sens, se jemi vërtet popull shumë reagues për këtë punë personale, si popull pastaj, domethënë, si popull në makro, deri tani s'po shohim gjë. Fusim çekuj. Fusim çekuj si popull kështu në makro. Fusim çik si shumë. Shiko, kur do vi Trumpi të na i rregulloj rrugët? Nuk e di. E ka menduar. Trumpi po e nxjerr një buxhet atje në departamentin e shtetit që të ndërtojmë koloninë penale, që është quhet Shqipëria. Na ka koloni penale. Tani Trumpi do heqë Ramën, Trumpi do rregulloj politikën, Trumpi do na rregulloj rrugët, Trumpi do na mbrojë nga sulmi potencial serb. Trumpi do na ndihmoj kundrejt Rusisë, kundër Iranit. Po neve unë nuk di që votojmë Trumpin o vlla, ne votojmë Ramën ose Berishën. E votojmë ne për ju, pse mërziteni? E votoni juve për ne. Ne emër tuaj, themi ja. E kryem kështu të më vet. Po këto rrymat të brendshme brenda Partisë Socialiste, ose brenda Partisë Ramës. Thua ti që mund ta rrezikojnë Ramën, se konkurrenca sjell zhvillim, sjell agravim. Ti ku zëre. Tani. Po, tani janë rregull, po. To konkurrencat brenda Partisë Rama. A sjellin rrezikshmëri për Ramën? A thua ti që se konkurrenca sjell zhvillim? Ramës nuk i le vetë shumë zhvillim nga brenda, shumë agravim, shumë. Thua ti që trembet Rama apo në fund ditës të vej, do vi një pikë ku siç e bëri me Spiropalin edhe Ballokun, një të bukur i tha, e di çka, do hikni pak ju se s'më pëlqeni vllai shumë. Ka diçka. Unë e kam studiuar Ramën që në 2013-ën. Sjelljen e tij, edhe më para. Biles edhe kur kam qenë më shumë e vogël, kur mori drejtimin e Partisë Socialiste, më është dash që t'i futem literaturës, videove, daljeve ti publike në opozitën e hershme, atëherë kur ishte shumë sharmant për pacientët. Nga që fliste bukur, fliste si Fatosnano, kupton, me fjalë të mëdha, me nëjshtime, me gjitha. Ishte shumë tërheqës. Rama ka një lloj kompleksi ndaj vetvetes. Rama e di se deri në çfarë deregje, deri se në çfarë mase mund shkoj ligësia apo ambicia njerëzore në politik. Sepse një ndër ata ambiciozët e frikshëm që vrasin çdo lloj njeriu për të arritur qëllimin e vet është edhe vet. Nga
njohjet e mia personale me njerëz që janë rritur politikisht krah Ramës, që tani më i ka armiq, më kanë thënë vetëm një shprehje që nuk e harroj sa të kem jetën, plus se do ta them edhe këtu në emisionin ton. Rama, kur është pyetur për pasardhës, ka thonë vetëm një shprehje. Mua më është lëruar nëna duke luftuar kundrejt Qorrit për Fatosnanon dhe Koklopës për Ilir Metën. Kështu që për aq kohë sa unë kam vuajtur, asnjë tjetër s'ka për ta gëzuar pushtetin të falur, sepse unë e kam luftuar e kam derdur gjak për ata. Dhe Rama ka një lloj, si to shpendet ka një lloj qasje alla Tiberiusi për të djegur Kartagjenën. Ta kriposi. Ku shkel ai e kripos tokën, që mos tjetë më e begat. Dhe po ta shikosh sot, kabineti Rama 4.0 ka njerëz anonim, nuk ka asnjë lloj njeriu politik. Ishte Sajmir Tahiri, e fshiu, sepse u fuqizua. Ishte Erion Veliaj, e fshiu. E përdori Arben Ahmetajn, e fshiu. E përdori Ilir Beqajn, e fshiu. E përdori Lefter Kokën, e fshiu. Përdori Belinda Ballugun, e fshiu. Tek pjesa e Belindës me Spiropalin, e ka fshirë Spiropalin si një servile para excellence e tij për ta sakrifikuar nga marrëveshja e fshet që ai ka bërë me Ballugun. Për mendimin tim, pse ka bërë një marrëveshje me Ballugun? Të gjithë ata që kanë zëvendësuar dije këta lloj personazh, Piro Vëngun, ministrin e jashtëm, Belinda Ballugut dhe Spiropalin, janë zarat e Belinda Ballugut. Pra, është shkarkuar de jure, de facto, Belinda Ballugu është fuqizuar vlla. Dhe tani ta vendosim që ta kuptojnë të njerëzit, mos ton tani ore gashisht ne që ka këtë lloj analize. Jemi në të dy vlla. Unë jam ministri, ti je njeriu im i besuar. Më fal për shprehjen, po quaj zari për ta kuptuar njerëzit. Se ti je shoku im. Unë iki, kam shumë ngarkesë. Thot Edi që është aty. O gash, i këti vlla, jep dorëheqën, të ruajmë imunitetin e deputetit, që mos të marrin dot dhe mos të prekin dot, ndërkohë që futet Tedin zarin ton vlla aty dhe je më komod, jep urdhra edhe firmos tjetri për ty. Ti po prap bën njëjtat kalkulime. Më kupton shpenin? Po. Por Po. Belinda Ballugu nuk mund ta lejoj dot Spiropalin të marri pesh politike tani që ajo iku nga politika reale, kupton? Është politikën e undergroundit. Dhe siç e kanë thënë shumë filozofë të mëdhenj vlla, askush nuk ka për ta shpjeguar ndonjëherë urrëtitjen e femrës për femrën. Kupton? Po, kjo është e pashpjegueshme. Ai ka hequr Spiropalin. Po Spiropali është kurbani. Po ta shikosh kurbanin e Ramës, është fiks kurbani. Rama mund të bëj kurban çfarë do lloj njeriu. Dhe Spiropali sot ishte shumë i ndinjuar. Postet politike zëvendësohen dhe ikin, dinjiteti mbetet. Flet për dinjitet Elisa Spiropali vlla. Tashi, ma thojti mua, a mund të flasit dot Elisa Spiropali për dinjitet? A mund të flasit në një nga këta për dinjitet? Tani un kam të qëndrojmë pak tek kjo lloj hipoteze. Si mund ta quajmë? Mua më bën sens patjetër, më bën sens sepse Belinda ishte e lidhur me Ramën, sepse shumë gjëra i kanë bërë bashkë. Po thuajse gjithçka është bërë në dijenit njëri tjetrit. Pra dhe ne thonim më parë që Rama nuk e lëshon dot Belindën se ajo e ka kapur. Dhe po ta lëshoja do e marrë me vet. Dhe vetëm mënyrë që ai ta lëshonte ishte kjo, që ta lëshonte. Mos ta lëshonte realisht, ta lëshonte në thonjza. Në mënyrë që të tregonte që unë shkarkoj, nuk është asgjë siç thoni ju, për të ndryshuar pak atë opinionin publik, pak europian, pak kështu, pak ashtu. Si ka qef ai të duket. Tani kjo Koçiu që vendosi ky zotëria në vend Belindës tek posti i zëvendës kryeministres, sepse Belinda kishte dy poste, kishte edhe postin në ministri. Ka qenë drejtoresh e Belindës, apo jo?
Po. Siç edhe ju tha. Tani, kjo është në hetim nga SPAK. Pra nuk ose ka vënë ndonjë nga këto zarat që kanë qenë të fshehur, ka vënë një zar të pafshehur, është prapë në hetim nga SPAK-u. Tani, me çfarë mend po e çon Rama këtë proces? Pra është i sigurt Rama që ky hetim i SPAK-ut do dështoj, se me këtë logjik unë them vëlla, po për punë muajsh do dalim në tjetër situatë. Do kemi prapë kemi zëvendës kryeministrin në hetim. Rama ka vetëm diçka vëlla. Rama ka kuptuar diçka që i vetmi njeri që mund ta dëmtonte është Belinda Balluku. Sepse Belinda Balluku është Edi Rama në thelb, në të gjithë korrupsionin shtetëror. Dolën kablogramet, shumë të tjera do dalin, ka video seksuale, ufshi, do të thënë, një gazetë austriake po. Postoi që ka një video seksuale të Belinda Ballukut dhe një ditë më vonë ajo u fshi dhe po ditën që u fshi Rama e shkarkoi. Pra është bërë një deal. Ideja është këtu, Rama do me kriju retorikën tani që unë i çoj këta koka turku për të diskredituar SPAK-un. Që SPAK-u çfarë do lloj njeriu tani po e merr, ka dalë si giotin. Një gjë që Shpen Gashi e ka thonë që ditën e parë që është themeluar SPAK-u, kur ky nuk e di se çfarë epitetit i vendosti, se ky vetëm kryeministër nuk është, ky kloni, ky idioti që i mëson gjërat për mënç, edhe që për fatin ton të keq budallënët e zgjodhën kryeministër, ja hodhi sirën, thoshte që drejtësia është e pavarur, nuk ka shanse që përgjegjësia të jetë kolektive, përgjegjësia është personale, partia nuk mbron asnjë. Tani që i ka vajtur, si i themi neve, uji deri në fyt, tani është duke bërë të kundërtën, pra duke e relativizuar komplet situatën. Do dali para shqiptarë do thoj, këtë drejtësi doni juve, këta nuk na lën me punu. Ma e mend, po nuk doli dhe thoj, këta nuk na lën neve me punu. E tha në një farë mënyrë sepse na ndjekin penalisht. Implicite së fundmi ai që lufta kundër korrupsionit është më problem se korrupsioni. Tha diçka të tillë. Ai është i aftë të shpiki çfarë do lloj gjëje, sepse ai ka lënë një popull idiot vëlla. Ai popullin e ka idiot, e ka të pa arsimuar, e ka të pa informuar. Është popull që shikon telenovela turke e miku im. Është popull që qanë me Neshetin dhe Nexhmien që vdesin në fund të dy. Shikojnë telenovela turke vëlla. A kuptoni me Çalma, me Ferexhe, në lagjet më të varfra të Stambollit, i ke tërgrat vëlla, i ke duke i pa. Fillon ora 5 te klani, fillojnë telenovela turke edhe fillon brainwashi. Mosha jonë, mosha jote, janë të gjithë të mpirën kokain, 90%, bigjoz kokain, me nëj femër, me nëj gjo marrë nëj smundje seksualisht transmetueshme. Libri është bokshu. Qa është libri? Do bëjmë fara, do bëjmë kaush për fara, qa është libri? Po ti idiot që lexon o vlla. Je budallan qofse s'pi kokain. Pra këtë popull ka Rama vlla, nuk ka se Rama ka popullin amerikan që merr armët edhe thot ai se po na pret në Capitol Hill ti shoku, meqense na boge kështu si diktator, a kupton? Rama ka njerëz që vrasin për ata. Vrasin njëri tjetrin. Rama ka vetëm problem me ndërkombëtarët tash, sepse janë qepër gjermanët. Nuk e lë agjentura gjermane vlla në botë. Janë qepër nga pas, po e diskreditojnë. Po shpenzon shumë para për ta bler imazhin ande, po nuk është se po e pyet njeri, nuk i intereson njeri legu i Ramës. Po lobon fort. Në Amerikë ti e pesë ç'a ndodhi. Vajte si qen, të bonte si qen para Trumpit. Trumpi tha është edhe ky këtu, tha miropafshim, ec, qarkullo. Ca gojrat liga thonë që ka vajtur me delegacionin e Kosovës, si pjesë e delegacionit të Kosovës, jo si pjesë e Shqipërisë. A kupton ç'a bëhet tash? Vajte i mirë që nuk e puthim buz Vjosa Osmanin, a kupton? Hajde dalim një foto bashkë, meqense po merra një intervistë edhe jo ky. Pra është bërë luftë për të bërë një foto me Trumpin. Nuk kupton tani se ç'a gjendje është shteti shqiptar vëlla.
nuk e kuptoj diçka, nuk e kuptoj se ku duan ta çojnë këtë punë. Ku duan se hodha një pash këtë punën e rrugëve, po e marr si një shembull specifik, nuk po ndroj temë. Është pikërisht e njëjta temë që po thoje ti. Dhe hodha një kështu story për qef. Që jam bajë më të thash, ky do dali prap do thotë që kjo gjë po ndodh edhe në Gjermani, se mos ndodhi këtej. Mora Gjermani si shembull. Nuk do gjatë shtetit. Se e pa me zjarret, e pa me zjarre po bien gjithandej, se mos bien këtu. Korrupsion ka gjithandej, pse mos ketë këtu, largime ka gjithandej, pse mos ketë këtu. Pa merr të shembull ai. Kur ndodhi një ditë më vonë, Del Rama merr shembullin e Portugalisë. Dhe postimi vet, po e them. Në shumë e Portugalisë edhe pse po e ngre këtë? Po ngre që është e njëjta propagandë më. Është e njëjta propagandë, është i njëjti avaz. Është e njëjta, pra që nga ideja për të shkaktuar overthinking disa njerëzve, duke u thënë mos më largoni mua se unë ruaj stabilitetin, unë i ruaj këto zhvillimet. Ne po shkojmë deri te Europës, mos e ndërprisni këtë. Po çfarë ndodhi pa mua? Që nga ideja e propagandës se gjërat ndodhin dhe janë normale dhe kalon ndonjë gjë, pra është i njëjti stil, i njëjti avaz. Pra ky është një diktator i cili nuk di ka të përshtatet ka. Dhe këtu e pas ka të keqen, se është bërë bajat fare, është bërë ku dëgjon. Kisha një domethënë sepse mendoja se ishte totalisht njëri i keq, po ishte njëri i aftë. Po ishte njëri i aftë. E ka kapur, bravo. Tani ku dëgjon? Është totalisht është bërë e turpshme. Është i tredhur më. Po në qoftë se ti futesh bëhesh pjesë e mafjes italiane apo mafjes shqiptare në Michigan për shembull. Ti mendon për shembull se ti del dot kur do? Po fut aty? Jo. Pikërisht vlla. Pikërisht. E njëjta gjë është me Ramën. Pse do dalë ai? The same fucking shit vlla. Po, për shpirt ai e kishte lënë. Po je di se çai bëhet pasi ta lëj. A kupton se ka bërë ai shumë armiq? Ka bërë ai shumë keq vlla, sa është e tmerrshme. Se qa fundi do ketë. Të lutem thoj pak edit se më shkruajnë që kemi një disnivel në zë, ta ngrej qik zërin tënë. Okej. Se do e ngrej tani. Se po më shkruajnë njerëzit ka një disbalans, nuk janë të balancuar, thot. Është më i ullët zëri jotë. Okej. Vazhdo, ndërkohë. Do më thënë, ai ka ardhur nëpërmjet bandave. Ai ka ardhur nëpërmjet manonerove, nëpërmjet gangsterave, nëpërmjet rrugeçërve, nëpërmjet legut të drogës, nëpërmjet legut të prostitucionit, nëpërmjet legut të bixhozit, nëpërmjet çdo lloj legu në formë të pistëve vlla. Domethënë po të shikosh fushatat dhe legun që është hedhur nga Partia Socialiste këto 12 vjet në fushata, është i tmerrshëm. Vetëm në njësia administrative në Tiranë, një nga këta të Tigrit që sot ka dalë kundër Ramës, ka hedhur 4 milion euro. E di që do të thot 4 milion euro, vlla. Të hedhësh në fushat vetëm në një njësi administrative, në një zonë. Është e tmerrshme. Kjo është e tmerrshme. Dhe kjo është arsyeja pse Rama tani nuk lë dot pushtet, sepse e kapi nga mënga ata. Thot zotri, kemi hedhur për ty ne. Ku janë tenderat? Po ai që të jep legët është edhe zoti jote vlla. Edhe ku do shkoj ky tani që hoqi një zëvendës kryeministër në hetim dhe vuri një zëvendës kryeministre po në hetim. Kush është plani? Se aty i mban si zar. I mban si zar vlla. I mban si zar, kush e di se çai thot i ke mbrojtjen time. Ato idiotet e besojnë. Ke mbrojtjen time, s'të bëjnë gjë ty. Hajde se s'të bëjnë gjë, se kemi imunitetin, ke këtë, ke mua, hidh firma për mua, bëj lekët se 3 vjet burg do bësh. Pra ti thua që është i leverdis që të jetë dikush në hetim, sepse është dikush në hall. Dhe ai thot të mbrojun. Po. Orë dhe ty nesër me i shkrujt, pat njo fare, neve që e shajnë për ditë, unë vlla të shajt, i thëmë, Rame, dua një post, hajde nesër, thot.
Hajde merre portofolin. Ai ka vetëm qef t'i zhysi njerëzit o zotëri. Ai kënaqet. Domethënë, ma kanë thënë miq të vet se si thëm dot me emra publikisht, që po ta din njerëzit vlla se çau rreti e ka ky për humanët. Këtë e vrasin o vlla, i vend surel dhe e vrasin. Po nuk e ke iden se sa ju urren ai humanët, sa ju urren ai njerëzimin. Sepse është i ri i bullizuar vlla, është i përdhunuar psikologjikisht. Atë që ai që i vogël nuk ka pasi shok, e ka rrahur, ka ngelur vetëm, kupton? Ka komplekse, se djal komunisti nuk ke pirthe njeria, kupton? I afroi vetëm klasa punëtore, ndërkohë që të tjerët kishin ngjasme më elitar. Një ndër ta ka qenë Artur Zhe, ndjes past. Do themi ndjes past me qenë se ka vdekur, a kupton se s'është ai ka qenë i burr i mirë, ç'është e vërteta. Mos bëjmë kod tani si çdo njeri që vdes, bëjmë edhe ne si hipokritët e tjerë, ka qenë burr i mirë shumë. Se ka dhe burra legjenda që kanë vdekur, vdesin për ditë. Po pak rëndësi ka domethënë, ai ka vdekur tash ndjes past. I ka hallet me Zotin. Kështu që plago nga një person kur neve studiojmë për shembull ja ta bëjmë të një lloj logjike. Kur neve studiojmë Hitlerin, kur studiojmë Mussolinin, kur studiojmë Stalinin, kur studiojmë Hrushchovin, kur studiojmë Nixonin, Reaganin e gjithë, ç'a bëjmë? Bëjmë një studim psikoanalitik vëlla të tyre. Që nga fëmijëria, si e ka pas raportin me nonën me babën kë? Si e ka pas raportin me shoqnin? Si e ka pas raportin me femrat? Për shembull, si ka mundësi që Enver Hoxha e vrau Musene Kokalarin e gjithë to kokat e mendimit shqiptar, sepse e dinin që ishte gay vëlla. Kupton, e dinin që ishte pederast. Edhe do t'i plaste, nesër në pushtet do t'ja plastin atë lloj gjëje. Dhe ç'a bëri gjëja e parë sa erdhi në pushtet i fshiu gjithë kush dinte informacion për atë, retushoi foto, fshiu dhe krijoi një histori. Ky i fshin të gjithë njerëzit që din diçka për këtë. I fshin vëlla. Hitleri nuk e ka dash babën e vet, kupton? Baba e tij e ka urryer. Edhe ky e ka urryer babën. Ç'a preti nga njëri që urren babën e vet? Që mos tjetë mendje smur. Apo Stalini. Pra neve bëjmë një lloj linjë psikoanalitike. Pse u bë Stalini Stalin? Sepse 1, 2, 3, 4, 5. Pse u soll siç u soll? Sepse 1, 2, 3, 4, 5. Pse u bëj Edi Rama ky që është? Sepse 1, 2, 3, 4, 5 vëlla. Është rrarur nga Izet Haxhia 97-ën. është lënë lakuriq mes Tiranës së burr, është hedhur fanellata e policisë, që ju tha Vdore që se vrau atëherë, kupton? Ai po i bën që po e bën burgun, pak na kishe kursyer një paçavure më pak neve. Dhe sot kjo lloj bajge njerëzore, siç është Edi Rama, e kemi kryeministër valla. Të shih pyetja ime është si dritoroja Golli që thoshte tek ato vargjet ishin pyll Nazuri Gjumi, çojmë mëngjes, isha e rrethuar nga ujqrit. Erdhën ujqrit, më hëngrën shokët apo më kthyen shokët në ujqër. Edhe puna jon vlla. Jemi neve popull bajk që zgjedhim kët apo është ky bajk që na ka bodhe neve pis me fekale? Kjo është pyetja ime. Ti si e mendon këtë na? Unë mendoj se ne e para sigurisht nuk mund të themi se ne kishim një kulturë demokracie dhe na erdhi Rama dhe na i rrezoi kulturën e demokracisë, domethënë. Ne nuk e kishim kurrë një kulturë demokracie. Nga historiku jon. Dhe deri më sot nuk e kemi. Nuk e kemi parë me sy një kulturë pak rotacion, pak checks and balances, pak sistem, pak kulturë, pak vetdije, pak reagim, pak ndëshkueshmëri. Nuk e kemi iden fare për këto gjëra. Dhe kështu ne si popull krijojmë terren që dalin individ till. Por është përputhur kjo mangësia jona kulturore deri diku me një individ edhe më të keq se kaq. Sepse ky po kalon çdo lloj kufiri. Pra unë nuk e përputh dot Edi Ramën. Unë kam qenë vetë ai person që kam thënë që nëse Edi Rama rrozohet ne krijojmë një Ram tjetër. Jo, nëse Rama rrozohet ne krijojmë një diktator tjetër. Si Rama nuk e besojmë që të krijohet më. Një lloj pangopurie e tillë nuk ka për të krijuar më. Një pangopuri e përzgjer me
hipokrizi, me çdo gjë, është vetëm Edi Rama, është unik. Dhe na ka rënë ai ajo përputhja perfekte, pra një popull që lejon këto gjërash me individin më të keq të mundshëm, dhe jemi ku jemi. Por, nga krau tjetër, unë besoj dhe këtë gjë. Unë besoj se sa tjetër Rama në krye, populli jonë nuk mund të edukohet. Dhe nuk mund të ndryshojë kulturën. Se ndikon dhe ambienti në ndryshimin e kulturës. Sot që populli ndryshojë kulturën, duhet ndodhi një shpërthim, domethënë, do ndodhi diçka shumë e madhe. Nuk lejon realiteti gradualitet. Sepse shqiptarët vinë në Amerikë, vinë në Gjermani, shkojnë në Gjermani, unë jam në Gjermani, shkojnë në Itali, shkojnë në vendë të botës, dhe ndodh dhe që edukohen. Pra do të thotë kemi një pjesë caktuar të popullsisë, e cila pavarësisht çfarë do lloj problemi që mund të kemi kaluar në breza, është e gatshme të mos zgjedhë ignorancën, të zgjedhë dijen. Tani Rama nuk e lejon këtë, Rama i vret tani njerëz, në kuptim figurativ. Ose i vret duke i dhënë ato ndëshkimet me atë sistem që ka ndërtuar, ose i çon jashtë. I çon jashtë në Mërgat, ata në Mërgat sigurisht janë më të shpëndar dhe nuk shumë e vështirë të bëhet reagimi për të rrëzuar Ramën prapë. Sigurisht me votën e Mërgatës gradualisht mundohet diçka e tillë. Por ajo që dua të them unë është se ky individ ka krijuar një lloj miti. Pa neve na shkruar një mit që ai nuk rrëzohet, gjërat nuk bëhen më mirë dhe vendi nuk bëhet. Dhe e keqja më e madhe është që aq keq sa po na bën Rama, po i bëjmë ne vetes tonë me mendimin që na ka dhënë Rama. Pra i ka dhënë disa njerëzve, sepse shumë njerëz e ngatrojnë qeverinë me Adheun. Pra bëhet kjo lloj ngatrese. Dhe urrejtë që kanë ndaj qeverisë i kthehet dhe Adheut. Dhe ajo Mërgat, kur Gjoni erdhi në Shqipëri, thotë po prit më për thua ti se po të flas për Adheun tënd domethënë. Jo, fare. Dhe kjo është dëmi më i madh që ka bërë ai. Ka larguar shqiptarët nga shtëpia vet dhe i ka bërë shqiptarët të urrejnë shtëpitë e vet. Dhe shumë e vështirë të kthehet kjo lloj gjëje. Ikën apo nuk ikën në Rama, se mbetet. Dhe po trashëgohet ndër breza. Pse po trashëgohet ndër breza? Se kaq që nga 2013 ai. Pa ka kohë mjaftueshme që kjo gjë të ecë ndër breza. Dhe ky është dëmi më i madh, po na bën të urrejmë tokën tonë, po na bën të urrejmë shtëpinë tonë, po na bën të urrejmë të ardhmen, të shkuarën, identitetin vetveten tonë. Dhe duke urryer ne veten tonë, pastaj e shkatrojmë ne veten. Se çdo individ funditës e shkatron vetveten e vet. Dhe këtu jemi tani sot, që ne shkatrojmë veten tonë. Është faja jonë, ky është Rama, aty ku është. Por kam tjetër është dhe Rama që na i ushqen këtë ide që ne shkatrojmë veten. Megjithatë, është deri dje thoja që është një makiavelist i suksesshëm, po nuk e di, kam filluar të dyshoj te inteligjenca e tij. Duket sikur ka një e ka treguar historia o tet. Për shembull, një nga perandorët më të mëdhenj që mund të kishte Roma, për aftësitë e tij ushtarake, drejtuese të gjitha, ka qenë Caligula. Pasi vrau babajnë e vet Thjeshtrin, më saktë, që e mori Thjeshtri i cili kishte vrarë babajnë, se kjo është e bukura e mitologjisë greko-romake, kaloi në paranojë, vrau motrat, vrau maman, vrau Thjeshtrin, vrau gardianët më të besnik të vetët, dhe vuri Kalin duket, senator. Në një moment kur mbushesh me shumë pushtet, ikën radakja se kokër gruri është. Nuk është Rama në inteligjent i madh. Rama ka 25 vjet që marketohet nga derkuca të burr. Ti e di se ku ti them unë derkuca? Po ja ka dalë. Jo ja ka dalë, ka qenë pjesë e agjendës. Ja kanë dalë ata, prandaj ka dalë ky vlla. Ja kanë dalë ata. Ata e kanë pushtuar botën me banka, derkucat, dhe ndaj ky si investimi tyre është i suksesshëm. Ja ka dalë sepse përballë ka pas edhe Mulnokën, Sali Berishën, e XY-at atje. Ja ka dalë edhe me këta. Ja ka dalë sepse neve çunat që e duan vendin kemi zgjedhur të mos luftojmë. Tikim. Kuptoj, po nuk është populli shqiptar rasti i parë që një popull dorëzohet.
Po ndërkohë ne po krijojmë raste dhe precedent unik me këtë individ që kemi. Dhe prandaj unë filloj të dyshoj. Them si ka mundësi. Se dhe ata që e kanë bërë Ramën, tani Rama po ha nga gjitha pjatat e pushteteve të mëdha. Po i shkon gjitha elefantëve, po i thot mi jepi thërrimet. Unë them një sekondë valla, si mundet ky të ketë guximin ta luajë këtë lojë, se të kesh këtë lloj guximi tregon që ke pak pavarësi. Po se është lëpirës o vlla. Po nuk mund ta bënte dot, se tregon pavarësi. Është lëpirës o zotëri. Ai dita shesi si pavarësi, ndërkohë që është lëpirje. Po pse do e lejonte njëri krah shkollën te krau tjetër? Se mirë ai. Po kush e lejon? Se un po të jemi varur nga Partia Socialiste. Nuk ha dot te PD-ja. Nuk ha dot te Shqipëria B. Sa më thonë ata vëlla, hajde rrim ne. Është poli agjent vëlla. Ai është poli agjent. Do të thotë nuk që nga kukull, që nga diçka më e kështu, diçka që përdoret nga të gjithë domethënë. Është kuçk politike, le ta themi hapër. Është kuçk politike vëlla. Rama është i kuçk politike. Nuk ka vëlla, nuk ka as nder, nuk ka as gjini, nuk ka as llogjë Rama kur vjen punat e pushtetit. Mjafton që ta shty. Si tha, si është aforizme, anekdota. Si vajte deri lart o kërmill, duke u lëpir tha. Rama është duke u lëpir vëlla. I blen me para, se ti mendon se amerikanët nuk kanë paran, nuk i thon bukës buk ata, europianët nuk i thon bukës buk. Po ti e more vesh ça teme trajtova unë ti me Altinin. Jo, djeja. Kishte dal ish sekretari e FBI-s, edhe kishte deklaruar që fëmijët 7 deri në 10 vjeç të trafikuar nga 97-a, nga 95-a në 2003 në vëlla, në Bosnjë, në Kosovë dhe në Shqipëri. Dosja Epstein. Me Lajçake, me Soren, me gjitha norvegjezët, slovakët e gjermanët që vinin në Shqipëri, ne i pristim kështu me lule. Bravo, na erdhën këta diplomatët do na integrojnë në Shqipëri. Ata merreshin me rrjet prostitucione dhe pedofilia, kupton ti ç'a bëhet? Rama i pret me eskorta këta më vëlla. I pret me 14-15 eskorta, kush e merr vesh? Nga këto pjeshkat që e kanë furrin me lek, a kupton? U punon furri me lek. Po kush tuk bie? A nuk e hëngri Elmenço? Elmenço e hëngri nga punëtorja e Olifansit. Po. Ai që kishte 20 vjeç ndërhyrjet e Amerikës. Po pra ai që kishte 20 vjeç sillte Dean e Cian në rrotull, nuk e kapnin dot, e nxorin prit një prostitut nga Olifansi vëlla, sepse ishte i dobët e femra. Ti ke parë këta diplomatët që vinë këtu, këta rrezike kanë humbur vizherin kur janë martuar o zotëri. Aq të shëmtuar janë, aq mediokër janë, sa tani që kanë pushtetin dhe lekun i blejnë femrat me lek. Edhe fillojnë llapin atje, regjistrohen edhe japin dorëheqjen si shedha Lajçaku. Se janë të kompromentuar vëlla. Pse nuk më kompromenton mua njeri? Pse nuk kompromenton ty njeri? Pse nuk bën dot shantazh? Se s'mundet do të vëlla, jo se s'duan ta bëjnë. Kurse këta janë të shantazhueshëm, janë totalisht shantazhueshëm. Rama i njeh to lloj linja të errta të politikës. Kam vetëm për diçka kam nuk bie dakord. Unë nuk besoj se Rama, që Rama nuk delot nga valja ku ka hyrë, tu unë bie dakord me ty. Po nuk bie dakord me faktin që Rama dëshiron dalin. Nuk e vërtetoj dot. Po intuitivisht, shoh sjelljen e tij, shoh pangopuri. Pangopuria është një lloj pjesë e karakterit, e cila tregon që ti vëlla po nuk del, po të pëlqen. Po të pëlqen që s'del dot. Po të pëlqen ku je mbyllur. O Tedi. Kur Luani goditet në Afrikë, se në Afrika luan, thonë, bën më mirë ta vrasësh se sa ta plagosësh. Se kur e plagos, ja trefishon forcën, se do të marri me vete ai dy. Rama është gërhamat e fundit, zotri. Në momentin që është aq shumë i plagosur, është si puna pallojdesh, se ky luan s'është, po është pallua. Hap atë
të madhen për t'i tremur njerëzit për treguar bishën e vet, për treguar madhështi, po është i cop pallua që e ka prek kokën dhe ja shkul kokën. Ai që është Rama është frikacaku më mediokër që un kam parë ndonjëherë në jetën time. Është mediokër o vlla. Nuk të bën ty dot gangster fakti që je kryeministër o zotëri. Me kryeministër ik merr edhe djalin që e kanë rrahur mëngjes drejt darkë do të bëj gangsterin ty, sa është pushteti. Problemi është sa i afti e ti që pasi ta lësh të pushtetin nuk do të hapin gojën dhe do të të pështynë në gojë. Në rastin më të mirë. Për Ramën nuk kanë respekt asnjë vlla. Asnjë nuk e respekton Ramën. Asnjë e urrejn, edhe të vetët e urrejn vlla. Sepse ky është si puna ati padronit me qenin që vetëm e dhunon. Në një moment qeni pret që padronit i ike dhe ta kafshoj. Po pra, kjo vërteton që Rama nuk e le dot vallen. Nuk e le dot vallen. Vlla, ndaje dëshirën nga mundësia. Rama nuk ka mundësi të lëri vallen. Nuk ka mundësi, e ka të pamundur të lëri vallen, se valla tregon vdekjen e tij klinike, fizike, politike, Dhe me këtë jam dakord. Por nga krau tjetër them se Rama as nuk do ta lëri këtë vallen, që nuk e le dot. Pra Rama nuk dëshiron të lëri vallen që nuk e le dot. Jo për arsyen se çfarë do të ndodhi pasi do ta lëri. Është ajo. Po për arsyen se i pëlqen dhe vallja. Jo. Në 2020-ën ky ka bërë një shkrim, mos gabofsha. Tregonte se si ky do donte që t'i jepej gastronomisë, se si ky do donte që t'i jepej skulpturës, pikturës, ngjyrave të Kandinskit. Edhe kisha bërë një nga këto shkrimet e vete mediokre që ati bëj që s'mlëm punët e Shqipërisë për shpirt. Unë do kisha vazhduar pasionin tim. Edhe pse kjo është i lloj PR-i, që ai do me tregu që shikoj se unë jam shumë i domosdoshëm për juve, prandaj nuk iki, është subkonscienca e atij që flet. Në thelb, ai është një inner child, është një fëmijë i keq edukuar, egoist, narcizoid, pervers, që do çdo gjë për vete dhe po se ja dhe atë lodrën vlla, ai të shkatron çdo lloj gjëje. E ka të mbajtur atë inner childën atë. Diktatorët i kanë këto inner childët mrena vetes. Thjesht ky vlla për shpirt do donte të kishte mantelin e Harry Potterit e të zhdukej. Po ky e di që le gjurmë kudo, në radh parë sepse është pallosh i gjatë. Nuk ke se si të fshihesh mes turmës, je 2 metra. Ky ka thyer dhe rregullin apo anekdotën që s'ka hajdut edhe s'ka gënjeshtar 2 metra. Ja që na doli 2 metra e 3. Gënjeshtar, hajdut, pervers, vrasës, gjitha e ka kë. Se mbase s'ka vrar me dorën e vet, po e vrau tjetri për 30.000 lekë të vjetra drita vetën në burg. Ai tjetri hodhi benzin vetes se jute kredita, kredo.al që ishin këto, ja kishin çuar për 600.000 lekë që i kishte marrë shpinë, 8 milion lekë, kupton ç'a bëhet tu? Dhe kur ti ke lapsin vlla, kur ke lapsin për të firmosur për shtetin tënd, ti e merr në qaf edhe tetin dhe shpendin e gjitha. Pra duhet të jesh shumë burr shtetas për të udhëhequr një popull. Se duhet ta shikosh se si ndikon një politik mikro në makro dhe anasjelltas. Këtë nuk kupton dot ai se është mësues vizatimi o vlla, është gjë trash. Mëson për mënç, është idiot. Ç'a preti nga një piktor në nivelit till? Se s'është piktor janë ta të mëdhenjt që kemi ne këtu. Shpend Bengue, X e Y që janë filozofa vlla. Jo këta paçavuret si puna e këtij. Mësues vizatimi e bërësh idiot vlla, kupton? Mësues vizatimi. Ç'a preti kryeministri mësues vizatimi, është e tmerrshme vlla. Edhe një libër që ka bo Ardian Klosi. Edhe neve kemi tallë bythëm këtu me Kurbanin. Kurbani nuk lexohet o vlla. E di që është Kurbani. Kurbani është kopja më e shëmtuar e Dostojevskit.
Kopja më e shumtuar e Dostojevskit është idiotë, mëson gjëra përmendshme. Edi Rama është imbecil, total imbecil vlla. E ka zgjuarsi vetëm për keq. Po tashi e marr të mira, kam unë një vit e gjys që bëj podcast dhe e kam zotruar. Ke ti te ACTV-ja dhe e ke zotruar ekranin. Imagjino thjesht që 98-ën majt kalit e zotri. Edhe idioti më i madh thjesht 5 gjona i mësonë. Pra, po TV Ramës një ofertë. Si? TV Ramës një ofertë me një garanci të fuqishme. Qof nga familje të fuqishme, qof nga TV nga Zoti, nuk ka rëndësi. Edhe thotë, shiko. Hik, do shpëtosh, po nuk ka më pushtet për ty. Nuk do tallesh me njerëzit, nuk do bësh më çfarë do, nuk do i kesh më të gjitha këto. Do hiktaj me garanci 100%. Nuk do e ndjek njëri, por do jetoj me jetë. Ta japo me jetë garanci që ai ikën, s'është frikacak. Ai po e bën gjithën këtë s'po kupton dot vëlla. Ai po e bën gjithën këtë se e di që as lloj oferte të tillë nuk i vjen sepse ja kanë heq vizën. Pra nuk është i dashuruar me pushtetin. Ora është i dashuruar me pushtetin, po tani ka frikë se nga çorba që ka gatuar, o zotri. Pushteti ka marrë njerëzit në qafë, se s'është pushteti. Pushteti është se si ta luash ti. Sepse në mënyrën se si po e reprezenton sigur Rama është penduar për atë që ka bërë, për vendin ku ka hyrë. Rama është frikacak, jo, më nuk është penduar ai ka frikë më. Po pra po, o bo çaj bëra vetes pra. Po. Pendim për veten, jo për njerëz. Për veten e vet vlla. Ai do bënte zi. Ti e kupton që na ka lënë, në qoftë se Sali Berisha me 7501-shin na ka çuar në vllavvrasje për tokat, çka ka bërë ky me tokat tani vlla, ne edhe për 100 vjet tjera nuk rregullohemi dot me tokat. Sa për informacionin tënd edhe të miqve tanë që na ndjekën, si këtu tek unë që jemi shumë, po dhe te juve besoj, 2 politikanë ndjek shpendgashin në Instagram, profilet e tyre vlla official. Është Nabil Bukele i Salvatorit dhe Ibrahim Traore i Burkina Fasos. Mund të rri të pak një orë në ditë shikoj video fjalimit të atyre vlla. Sot Shqipëria bëhet vetëm me një hibridizim midis Nabil Bukeles edhe Ibrahim Traores vlla. Pra të gjitha bastardët që mendojnë se kanë makina të bukura, pin mall, merren me prostitucion e gjitha me radhë, ti marrësh dhe mos të shohë më dritën e diellit o zotrit, të rinë kështu, pa ulur dhe pa fjetur, tërkohës të lidhur, dhe të ndërtojnë rrugë, të ndërtojnë urra, të ndërtojnë kopshte, edhe nuk kanë asnjë lloj të drejtë, të dalim edhe nga konventet të drejtave të njeriut. Dhe toka të bëhet sipas filozofisë Ibrahim Traores. Toka është pronë e shtetit vlla, ti nuk e shet dot tokën tënde. Ti shet pronën mbi tokë, po jo tokën e shtetit. Ne nuk kemi Amerika vlla, nuk kemi miliona kilometra katror, ne 28.790 jemi e burr. Të vjen ty hebreu të blika me 1 euro tokën. Vetëm unë 1800 euro në kat 7. Ajer. Unë shqiptar, ai hebre, ai me 1 euro tokën, unë metrin 1800 në ajer. Vjen italiani ta blen me 1. Vjen amerikani, u bëjnë orale gjithë shqiptarët. Që ka kjo ma vlla? As si lloj njeriu, toka është e Shqipërisë. Ti blen pronën. Nuk blen tokën vlla. Fuqizohet ushtria. Asnjë regjim i huaj të mos vi në Shqipëri vlla për stërvitur ushtarët tonë. Sepse në qoftë se stërvitet ushtria nga amerikanët, ata do t'i fusin në tru gjëra pro Amerikës vlla, vetëm për interesin e Amerikës. Duhet të jetë vetëm nga shqiptarët vlla, ta duan shtetin e tyre. E të fuqizohen. Po ndërtojmë një shtet për të huajt. Po ndërtojmë shtet për të huajt. Ne jemi 116 vjet vlla që 114 vjet sa u bëm. 12, 26, 114.
Të ndërtosh një shtet për të huajt në fjalë tjera është thuaç po ndërtojmë një shtet për të shpopulluar shqiptarët. Po ndërtojmë një shtet shpopullimi. Se pastaj bëhet çfarë ta marrë kush dojë pastaj. Se mua po amorën shpinë time, më intereson pas se çfarë. Aty ka mbaruar filmi im. Në total, mund të jenë 2-3 milion tërë Amerikën shqiptar? Ne s'kemi as të dhëna më burr po. Janë mbi 1 milion ponjer. Mbi 1 milion. Na 1 milion, a janë në Greqi? 2 milion. Patjetër. 2 milion jemi neve këtu? Më shumë. Po ta llogarisme kështu 2 milion jemi ne këtu 4. 5 miliona, a janë Turqi? Po. 9. Po. 300.000, 400.000, a janë Gjermani? Absolutisht. Na 1 milion tjera, janë Angli? Po. Në Francë, i kena 200.000 tjerë? Po. Ja u bëm neve 15 milion veta, në total. 20 milion veta. Nga 20 milion veta që janë shqiptarët, 2 milion janë shtetin e tyre, 18 janë taksapagues të vendeve tjera dhe me drejt vlla. Po absolutisht. Me drejt, sepse ti do paguash taksat e vendit që të kthen benefitet, jo këtu të paguash haraç. Po patjetër, nuk është politikë shpopullimi. Kjo është politikë shpopullimi. Jemi, pra, ne jo vetëm kemi ritëm shpopullimi, kemi një ritëm shpopullimi i cili paralelisht ndiqet nga ritmi i lindjeve më t'ulta dhe paralelisht ndiqet edhe nga pak zbutje shifrave nga të huajt që hynë në vend. Pra është keq, janë 3 keq bashkë. Që bëjnë një të merë. Unë hyte ka ta njerëzit që i shikoj dhe lajmet e Serbisë, edhe lajmet e Greqisë. Edhe seancat atyre plenare ku mundem t'i përkthej në anglisht, a kupton? Gjoj një fjalim në 2011 në mos gabofsha të Aleksandr Vučić. Qa deklaronte Aleksandr Vučić në parlamentin serb vlla. Me këto ritme që kanë shqiptarët, dhe më falë, që t'jap edhe një të dhënë tjetër. Në 2007, në censusin e 2007, Shqipëria dhe Kosova ishin popullsia me moshën mesatare më të ullët në rajon, më të reja, kupton? Që tregonte një baby boom, linçmëri e gjitha. Pra në Kosovë, pas luftës të shkretët Dardanët, fillonin po lindnin, sepse u vran djemte, u vran njerëz e humbën, donin me shtu popullsinë. Shqetësimi i Vučićit. Me këto ritme, në 2050-ën, shqiptarët dhe Shqipëria do jenë faktori më dominant në Ballkan, sepse kanë 1 rritjen më të madhe në linçmëri, 2 popullsinë më të re. E tha në 2011-ën Vučići, erdhi Sorosi si motra e Vučićit në rajon Rama, se këta janë motra. Se kush e di se si janë në prirje seksuale, a kupton? Se këta liberalet e kanë çik qef kështu. Atë që ne kemi vetëm për nxjerrje, këta e kanë dhe për futje. Erdhin 2013-ën, nga 2013-a deri në 2026-ën ka menduar Edi Rama për Vasil Çubrilovićin të shpopulloj shqiptarët vlla. I thot Vučićit, mos u mërziti, thot se ke vllajën tate, ke motrën tate këtu. Ti heq unë shqiptarët, këtë problem kete? Ti heq unë vlla. Sepse neve, sado që të bëjmë kështu bukuranin në televizore të gjitha me radhë, themi, shiko se populli serb është mik, po, populli serb është mik, po, politika serb është armike ndaj nesh vlla. Edhe punon çdo ditë me diell, çdo ditë të Zotit për ta shkatruar neve. Jo vetëm në Ballkan, po vetëm çdo vend ku kanë lob në botë. Kudo vlla, kudo, edhe në Amerikë punon kundër lobit shqiptar, lobi serb dhe grek. E vërtet. Dhe neve jemi puthador vlla. Ne jemi puthador. Ne nuk dim bashkohemi. Dhe ky integrimi në Europë mund të jetë një nga goditjet më të mëdha të popullsisë që do na bëj këne. Shpeshherë futem në debate me njerëzit, se un kam atë euroskepticizmin, ka njerëz që nuk e kanë euroskepticizmin. Dhe kur futem në debat ndaloj e them një sekondë, se euroskeptika apo jo është tjetër temë. Në rastin e Shqipërisë është temë teorike. Futja e Shqipërisë në Bashkimin Evropian
në Bashkimin Evropian. Nuk është se është diçka e mirë për këta pro-europianët. Nuk është sepse këta pro-europianët, po janë shqiptarë, nuk do të kenë vendin në Europë. Futa e Shqipërisë në BE, fjalë tjera, dhurimi i Shqipërisë tek tuajt. Pra si euroskeptik, si pro-europian vlat, po ta merr vendin ai ty. Është gjë e keqe ajo. Dhe duhet që dhe prandaj dhe me këta pro-europianët u them, unë jam euroskeptik, po i lëm pas bindjet. Po na marrin atë dhënë më. Shën si ka qa bëhet pas. Po na i marrin, po të marrin shpinë vlla. Shën si ka qa ngjyra të luaj murin të dhoma jote ai që do të vjedhë shpinë. Ta ka marrë shpinë ai. Pakën si ka pastaj. Dhe prandaj nuk më bëjnë sens. Ne nuk jam pro që fillojmë të ndahemi për ide, se nuk kemi luksin për asgjë. Ne kemi luksin sot vetëm për të mbijetuar. Pa ne jemi deri diku nuk kemi shkatruar 100% ende. Ky është luksi vetëm që kemi ne, që quhet luks. Të duhet të ndalojmë këtë gjë që mos na i marrin vendin. Dhe këta shqiptarë që shohin këto takimet me Trumpin, po flas për një farmasë, këta shqiptarë që thonë drejt BE-s ose më fal që shohin lajme drejt BE-s, drejt bordi paqes, Trumpi, Izraeli, Amerika, gjithë vendet e botës, Rama pritet gjithandej Lule, duhet kuptojnë që këto gjëra nuk hynë në xhepin tonë. Nuk hynë në xhepin e shqiptarëve. Këto janë reklama, të cilat ndodhin, do të ndodhin, bravo i qoftë, diri bëj, por do na i marrin vendin fund ditës. Dhe kjo është Shqipëria, nuk do jetë as e majt shqiptare, as e djathtë shqiptare, as euroskeptike shqiptare, as pro-europiane shqiptare, as X shqiptare, do jetë e huaj. Se si do jetë pasaj të shkoj si të doj. Nuk do jetë me jona. Pra këtë shtetë shqiptare që ne e kemi, nuk do kemi më. Ata popëj që nuk e kanë një shtet, do përfundojnë me ne si ata. Ose do kemi Kosovën. Në qofse neve, kam bu një analizë ditë me ca miqtë e mi, po flisim për mbretërinë, kupton? Dhe duke përllogaritur me një mesatare të thjeshtë aritmetike, në qofse do ishe në kohën e mbretërisë, brezi jon do ishte me nga 1 milion euro, me nga 2 milion euro në bank. Vetëm nga shteti, trashëgimia, kupton, në familja. Në qofse neve nisim sot me princ lekën, brezi treti joni, pra nipat tande, mbesat tona, do ishin atë që ishte programuar të ishim neve, po të ishte Ahmet Zogu, kishë mbajt mbretërinë. Neve nuk duhet ja falim vetës, që kemi pranuar komunizmin, dhe neve duhet bë një lloj ligji vlla. Një lloj ligji që neve komunizmin duhet ta ndalojmë me ligj. Biles kush ka bindje komuniste, dënim e vdekje o zotëri. Siç e bëri Gjermania për nazizmin. Ka njeri sot që mendon dot jo po Heil, jo po X, jo po Y, jo po Leva, jo po X. Ikën, fusin sheringën gjermanët vlla. Vdiq nga pickimi i mushkonjët CC në Burg. Ne kemi Arlin Qorrin, neokomunist. Kemi këtë pjell komunisti. Unë hyte katalon njerëzishe. Shqiptarët e shkret edhe u detyruan të ishin komunista. Nuk e ka me popullin e thjeshtë. Unë e ka me elitën vlla, me establishmentin. Duhet ndalohet e zotëri. Shpun kam Bezaj Beqir Ballukut, një kokre, si që thoshte Enver Hoxha, muti, të vide tjetë zvëndës kryeministre ime. Mbesa e Xhelatit. Të vit tjetë kryeministre, zvëndës kryeministre, kupton çajt meshme ashtu vlla. Edhe këta japin votën. Jepet vota vlla. Jepet vota, kjo është. Sepse neve duhet me fuqizu njëherë kulturën politike, s'kemi kulturë politike, jemi zero në kulturë politike. Ne nuk dim, s'kemi memorie. Nuk kemi memorie kolektive, nuk kemi memorie historike. Po, edhe kemi që na ka bërë neve komunizmi, njëkohësisht që na ka bërë neve komunizmi nuk e ka bërë Amerika me 2 bombat atomike në Hiroshima dhe Nagasaki, o vlla. Se është dëm afatgjatë, patjetër. Jo dëm afatgjatë më është kancer. Ç'a dëm afatgjatë më është kancer më, kuptoni?
Trupi i Shqipërisë ka 80 vjet që lëngon nga metastaza. Dhe çfarë do lloj njeriu mjek që hyn dhe do me i bë kimioterapi, ka mbaruar te kristalit e vitrinat. Është nga këta mjekët që është mjek vetëm se ka diplomën, se s'ka hyrë ndonjëherë në sallë kirurgjie. Domethënë, është si puna atij analistit në Kosovë, Shllamniku. Shiste idioti ilaçe kafshësh për fëmijët autik. A kupton ti ku ka vajtur këtu vëlla? Ilaçe për nauzean e maceve u jep te fëmijëve autika i bastarde. A dhe ti më thua mua duhet kem unë gjuna për këtë lloj prerje? Duke ju afruar tani hajde ne jemi këtu ku jemi, kjo është duam s'duam. Jemi këtu ku jemi dhe jemi në një lloj pike ku shumica e shqiptarëve, them shumica e shqiptarëve duke marrë parasysh faktin që pjesë më të madhe e kemi në Mërgat. Ajo është shumica e shqiptarëve. Shumica e shqiptarëve ka një farë pavarësie nga këto grimcat kancerogjene, për një arsye prap negative, e cila është humbja e lidhjes me Adeun. Sepse siç tham, ky njeri i ka bërë njerëzit të urrejnë Adeun e tyre. Dhe këta njerëz si urrejnë Adeun nuk kanë se të trashëgojnë një farë atë dashurie tek ta trinjt. Dhe mbas ta trinjt janë të shkëputur nga Adeu tyre. Tani këta trinjt në një krah janë të shkëputur, gabim thuati, gabim. Po janë të pavarur. Përbën një potencial pavarur. Tani, po t'i gjykojnë mbas performancës, si trinj shqiptar në vende të ndryshme në Mërgat, të paktën në Michigan, si individ flas tani. Si individi në jetën e tij, krahasuar me konkurrencën që ka në ambientin ku jeton. Është i suksesshëm. Pra ky individ ka potencial intelektual. Dhe Ernia këtu ka potencial intelektual dhe mund të shërbet nesërmen në atë. Problemi është që perceptimi që kanë për Adeun është shumë i vogël dhe shumë larg realitetit. Shumë i vogël larg realitetit sepse është kjo propagandë e rritur ndër vite që ne mos duam veten tonë, mos duam Adeun tonë. Dhe kjo është gjëja më e keqe që mund ta bësh. Në fund ditës këtë do bënte edhe pushtuesi, domethënë ti e the që ai i plotson dëshirën atyre që nuk na duan. I bën shqiptarët që mos bëhet Shqipëria. Të fillojmë të besojmë maksimalisht që ne nuk bëhemi dhe në fund të dalë që nuk po na e bën as Rama, as Armiku, as Greku, as Eriu, po e bëjmë vetë. Është normal që ajo që do besojmë, ajo që do ndjellim, do të ndodh. Tani jemi drejt fundit. Dhe do të kisha dëshirë vetëm ta mbyllim me një farë se okej Rama, okej opozita, po afrohen zgjedhjet e ardhshme. Unë kur kemi bërë episodin e parë bashkë kam thënë që Mërgata do të avancojë me veprime ndryshe politike, me grupe të ndryshme, me organizime të ndryshme politike që do krijohen. Se mos vendosim që herën e radhës, ose mbas herën e radhës, se nuk e gjejmë që herën e radhës, mbas herën pas radhës, të fillojmë të marrim këta individ, të cilët po fillojnë të krijojnë grupe dhe ambicie të ndryshme politike, qoftë lidhura me vendet ku jetojnë, qoftë lidhura me Shqipërinë në të ardhmen, të ftojmë podcast dhe të flasim me ta se si këta nëse arrin sukses në rrugët e tyre, mund të ndihmojnë me anë lobimit që mund të kenë për Shqipërinë në të ardhmen. Ose mund të kemi individ që po krijojnë lëvizje që do shkojnë të kandidojnë në Shqipëri. Akoma dhe më perfekt. Se mos nisin këto nisme, të fillojmë hulumtimin drejt burimeve intelektuale që kemi, të cilat po lozin dhe një farë roli machiavellian në aspektin se machiavellizmi ka shumë gjëra brenda, po në aspektin që nuk po bërtasin më herë se ç'duhet. Po rriten avash, po krijojnë bërthamën e fortë dhe nuk kanë dalë hapur. Nuk janë publike shumë gjëra. Se mos i marrim këtu
Dhe diskutojmë pak me ta se si e shohin ata shpresën, si e shohin ata rrugën, se funditës ne duam njerëz të luftojmë për këtë kauzë. Është kauzë e vështirë, ne ja themi njerëzve sa e vështirë, se jemi realistë. Po nuk ja u themi për t'i demoralizuar. Përkundrazi, ja u themi për t'i motivuar, për të ftuar akoma dhe më fort. Jo për t'i trembur, por për të kuptuar se sa keq po bëjnë gjërat, se nuk shpoton askush. Të heqin një shtet, pra ti je shqiptar në Amerikë, e të heqin ekzistencën e shtetit tënd, nuk shpoton ti vëlla, të dëmton, pa të prek. Pra duam, do na kapi ajo gjëja. Dhe me që do na kapi, duhet të shohim gjithë bashkë. E kemi armikun te dera. Që mendoj që duhet fillojmë të marrim persona, që si ne fillojmë punojnë, po jo në media. Ai punon në nënheshtje, po mund të ketë rol. Nuk I dëgohet zëri, sa ai nuk ka rolin tek zëri, e ka rolin tek krimi I një grupi, që ka një qëllim afatgjat. Po. Unë hyt e ka lloj personash që nuk besoj se ka gjëra falas në këtë botë, e para. E dyta, hyt e ka ata persona të cilët mendojnë që për aq kohë sa unë kam hapur një platformë, ti ke një platformë, tjetri mund të vi për aq kohë sa nuk ka shfaqur interes, as nuk lodhem ti vete ta bind. Këtu jemi neve, se mos ta tha ndonjë njeri. Po këtu thonë njerëzit, më merr ti mua aty falas se unë jam I djatë. Edhe qa se I djatë, kush më bëri mua, e djata Partitë Popullore Europiane, ma ndërtoj podcastën apo e ndërtova me djersën time? Së është edhe kjo, vlla. Më shumë sens bën më merr falas jam I majt se sa më merr falas jam I djatë. Jo, pa pikërisht, po unë këtu e kam problemin. Këtu e kam problemin, vlla. Do më marrësh në mënyrë vullnetare mua se jam I djatë? I don't give a flying fuck, bro. Fare, zero. Unë jam individi. Pra aq kohë sa ti më thua je I djatë, më kërkon gjëra falas, ti nuk je I djatë njërë. Për shembull, ka çuna shumë të mirë, pedagog, shumë të mirë, që duan të vinë dhe thonë, profe, ne dim që ti ke një kosto. E di më vlla, se unë jam I djatë, duhet ta pagoj kohën që rri me ty. Se unë që dal këtu, ditë për ditë, 7 orë tenten, 3 orë të hënën, 3 orë të shtunën, 1 orë e gjysmë me ty, 2 orë të martën, kam punu na 5 vjeta, 6 vjet për të arritur këtu që jam, këtu ku jam. Jam lodhur vlla, edhe këtu. Ato libra që blem me pare vlla, se nuk ti fal shtëpia fëmijës. Dali motrat e Kalkutës e thon bravo gashe, hajde se kemi bër bibliotekën. Unë kam zgjedhur, kam sakrifikuar vlla. Siç do ti me sakrifiku, hajde bujrum, ja ku jemi neve, media jemi, të dy. A do me dal, do me shpalos diçka? Bujrum. Nuk besojnë tek organizimet, hajde bëjmë një gjë bashkë të gjithë, sepse I kam parë që të gjithë blien në një farë pike, valla, të gjithë, pa përjashtim. Domethënë, për aq kohë sa doli një elfi Ates te Sparta, më I dopti I shiti. Ai që duhej hedhur nga shkëmbë. Mëshira e prindërve vetë la gjallë, ai rrëzoi Leonidë me 300 spartan. Nuk ka kthesa as majt as djata, është një rrugë pa kthesa. Është drejt. O do ndalojmë, o do ikim brapa, o do ikim para. Tre alternativa ka. Aty vlla, aty vetëm bjeri ti. Ti di se është probleme, ta kam thënë që ditën e parë. Unë I bie për ditë që kiçit njëjtit vend vlla. Vetëm. Ma marrë njeri këtë që kiqët në toj dali se do t'i bje dhe unë se u lodhe ti, jo se besoja, valla. Nuk e besoj se unë jetoj në Shqipëri. Instiktet e mbjat bjetesës janë shumë herë më të mëdha se sa instiktet e mbjetesës së njeriu që jeton në një demokraci funksionale dhe me shumë mundësi është Homer Simpson, a kupton? Që mbaron punën e vet 8-4, shkon te gruaja vet tek jeta e tij e përbindshme, hapin soap operan e fundit Whitney Houston, a çajnë këto si është kjo më? Si e quajnë këtë Oprah Winfrey, qajnë së bashku me Oprën, në Amerikë, tu qajnë me Rudina Magjistaren apo me Alkeda Besiun, tu sa bukur, sa gjunofa është. Kjo dhe harrojnë hallet vlla. Unë jam për hard talk vlla, unë jam për jepi, godit. Jam në atak. Nuk jam unë, o sa bukur është kjo lulja, bëu si Nën Tereza, mos e prek atë luljen
se lulja është jetë. Mos e kput lulen e jetës, mos e kput të gjethen, dashuroje këtë milingonën. We need to survive, bro. Jemi në xhungël. Kush nuk e ka kuptuar që jemi në xhungël? Mirëmbrëma, jenë në xhungël, kujdes aty pas ke luanin, leopardin, tigrin, boa pitonin, anakondën që po pret që ti dalësh si pre. Nuk jenë Eden i dashur shqiptar. Nuk jenë Eden. Kush të ja u ka thënë që jeni në Eden, ju ka gënjur deri tash. Po mirë, okej. Këtë e justifikon edhe shteti ku jeton. Se aty po e hanë njëri tjetrin shqiptari me shqiptari në mënyrë të tmerrshme. Jo detyrimisht në mënyrë të drejtë për drejtë. Jo, ai që shitet për një sufllaqe, bëhen mira veta që shiten për një sufllaqe. Dhe hanë gjithë pastaj. Sepse përfundon në krye ai që gatuan sufllaqet. Në këtë kuptim e kam. Ta bëjmë një mbyllje, se bëjmë mbyllen siç e di ti. Unë mbyllen siç e di unë, unë të njëjtën mbyllje kam. Pak a shumë, me fjalë të ndryshme, po unë mbyllen e kam gjithmonë të njëjtë. Unë mbyllen e kam të njëjtë, që unë besoj se ne duhet kërkojmë tek vetja jonë, sepse jemi një popull i cili zakonisht kemi tendencë të kërkojmë nga të tjerët. Kemi një popull i cili kemi tendencë të kërkojmë ose nga ndërkombëtarët, ose nga njëri tjetri, ose nga shoku, ose nga pse e ka ai, pse mos ta kem unë. Ka shumë përqendrim çfarë bëjnë të tjerët, shumë përqendrim sa kontribuojnë të tjerët. Dhe fare përqendrim të individit tek vetja vet. Fare respekt individit tek vlerat e veta, ose tek karakteristikat e veta, se unë ta kam thënë që unë nuk besoj në vlera dhe antivlera, unë besoj në karakteristika, pastaj varet se si ato përdoren në kontekste të ndryshme. Dhe unë po e nis nga Mërgata dhe po vi drejt Shqipërisë. Ne këtu në Mërgat nuk kemi asgjë që të na ndalojë që të jemi të vetëdijshëm, nuk kemi asgjë që të ndalojë që të punojmë për atë. Nuk kemi asgjë. Nuk kemi kushtet. Të gënjejmë kot tani dalim sikur po vdesim ne për bukë në Amerikë. Nuk e bëjmë dot valla. I kemi mundësitë. Është ritmi i jetës më i shpejtë. Po jo valla se këta që punojnë çak, i lënë gjërat e tjera. Si e gjen kohën ai që do. Pa kohë ka. Për atë që do kohë ka, për atë që do para ka, për atë që da mundësi ka. Ndaj ju lutem vetëm provoheni, gjithë ju brezërish jeni këtu në Mërgat. Ju kanë shkëputur nga dheu, ju kanë gënjur, e di. Ju kanë thënë që patriotizmi është pilaf edhe tallava. E di. Ju kanë thënë që Shqipëria vetëm gjëra të këqija nxjerr. Dhe vetëm gjëra të këqija po nxjerr. Po në fund ditës jemi ne ata që vendosim se është toka jonë, shtëpia jonë, është vendi ynë. E drejta ju në Shqipëri, duhet kuptoni fund ditës se nëse doni të shiteni, mund të shiteni. Po nuk po shisni veten tuaj. Po shisni vendin që i përket miliona vetave. Po shisni tokën që kanë derdhur gjak qindra mijëra veta në mijëra vjet histori. Këtë po shisni. Ajo sufllaqja nuk kushton një cop letër, që quhet votë. Ajo sufllaqja po kushton gjak, po kushton djerës dhe po kushton kohë. Koha dhe gjaku nuk kthehen më pas. Gjaku deri nuk kthehet më pas dhe koha e vrarë. E gjithë atyre që janë përpjekur për të bërë një biznes, për të bërë iniciativë të lirë, dikush është gazetar, dikush është prokuror, dikush gjithë secilin profesion e vet, ka marrë kërcënimet, ka marrë gjithë atmosferën e keqe. Kjo kohë nuk kthehet më pas. E këta persona largohen funditës në Mërgat dhe fëmijëve të tyre shumë mësojnë që Shqipëria është vendi i fshijave, po Shqipëria nuk është vendi i fshijave. As vendi i mirave, Shqipëria është thjesht atë ujë. Ne do të luftojmë për atë tonë deri në fund, sepse është diçka që na prek. Çdo shqiptar, çdo zemër shqiptari, rre apo nuk rre për Shqipërinë, do të preket nga shkatrimi i Shqipërisë në të katër anët e botës ku është. Edhe në Afrikë po t'jeni. Se është potencial që raca jote, që populli yt e ka një shtet shqiptar. E do e humbasim. Të humbasim. Secili luftoj për dinjitetin e vet, sepse nëse secili lufton për dinjitetin e vet dhe për individin e vet, këtu na bëjmë mirë gjithë. Se nuk po thras ide kolektive këtu dhe budollaqe të tilla. Po ju lutem për dinjitetin tuaj, siç bëmë ne atë protestën para sa kohësh. E bën për dinjitetin tonë. Që rrezuam Ramën ne,
Pse nuk e dioj që nuk do të thonim Ramën, me për të idenë tonë, mbase bëjmë një shembull për ata të New Yorkut. Tani të presim qytetarët e New Yorkut, kemi marrë shumë mesazhe nga ta, kur do bëhet këtej, ç'a do bëhet këtej. Çohuni dhe ne do ju bashkohemi. Në Ohio, në Kanada, do ju bashkohemi kudo që jeni. Hajde ta bëjmë. Se është për të mirën tonë. Kush lufton për atë dheun, lufton për veten e tij. Kaq kisha. Tani ka dhe shpendi. Unë nga vetëm një thirrje. Merrni sufllaqen pa qep edhe pa salca, sepse ju rrjedh shumë nga goja të dashur patronazhist. Dhe mos harroni në 2029 votoni prapë, se duhet me thyr rekordin e Enver Hoxhës ky. Vetëm votojeni se nuk keni më të mirë se sa Edi. Ne jemi një popull që nuk e meritojmë një lider të kalibrit të tij. Natën e mirë shqiptar. Është faj popullit. Dhe mos harroni që ky është sarkazëm. Ky është sarkazëm. A kupton? Shiko vetëm pasqyr para se dalësh, sepse po i dhe votën e Edi Ramës dhe këtyre kriminalave dhe bastardëve të tjerë, je thjesht një tjetër si ata. Por jo në versionin Super Saiyan, por në versionin vemje, siç e meriton ti.